të drejtorët e Bashkisë Tiranës të marrish të gjitha vjedhjet e byros politike me nënkryer Verhoxhën për 46 vjet, janë më shumë të drejtorëve. Po. Ja ku e ka shtëpina ai që ndërtoi. 3 kata, 4 kate sa është shtëpia. Nuk e regjistrojnë emër ti, që mund ta regjistron të 20 herë. Jo, e regjistrojnë në emër të shtetit. Nuk ja u la fëmijëve të tij. Jo. E ndërtoi me para shtetit. Kishin lehtësira, po gjithë lehtësirat e tyre të dashur miq, të marra së bashku, nuk bëjnë sa hoteli, 20 katësh në qelq i drejtorëve të Tiranës. I drejtorëve të Tiranës që nuk konfiskohet, sepse aksioner aty është vetë Olsi Rama, Merion Velin. Po kjo është vetëm një gjë e vogël që duket. Po imagjinoni ju se ku ka shkuar miliarda të vjedhur në 12 vite. Një gjë. Në 12 vite Edi Rama ka patur në dorë me firmë 67 miliard euro taksat tuaja. Se këta i dyfishuan taksat. Në mënyrë absolute përveç rrogave, 90-20% të tyre janë vjedh nga qeveria dhe klanet e veta. Nuk ka patur në Shqipëri, ju them unë ju, edhe ja u them me dhimbje, nuk ka patur drejtues më të pamëshirë. Nuk ka patur drejtues gjakpirës si që janë këta të sotmit. A e keni pa ju? Sot, po shifja unë një, se që është një Elira Kokona. Pronarja e të gjitha pronave të shqiptarve. Në emër të Edi Ramës. E cila, kudo që të verlapsin, u merë shqiptarve pronën. Një lloj si në 46-ën. Por ja u merë pas një dokument. A mund të ecim ne në këtë mënyrë? Jo kur. Ndaj dhe ne jemi njerëz politik. Jemi përballë me një diktaturë, e kemi shembate në vitin 90. Më egra ishte. Tani kemi një të keqe të madhe përpara. Më e keqja e të gjitha tjerave. Kur s'ka patur Shqipëria një regjim kaq shkatrimtar si ky. Dhe thirrja është të përballemi me të. Ky zgjedhje nuk bën. Ne